Rikthehemi mbas një viti në shkollën Miz për të parë situatën. Ne kemi denoncuar para zgjedhjeve. Kjo është një nga zonat më populluara, fëmijët e kësaj zone bujqësore nuk e kanë më mundësinë, edhe pse shkolla është pothuajse gati, shikoj se çfarë gjendje e kanë lënë, e shkatruar e prishën. Dhe gjithë fëmijët e kësaj zone detyrohen të shkojnë po në Kryekuq nga njëra anë, ose në Divjak nga ana tjetër, të bëjnë disa kilometra, të gjejnë mënyrë të familjare për të gjetur transport për të çuar fëmijët e tyre në shkollë, ndërkohë që shkolla me pak lek mund të bësh. Jo vetëm kaq, kur jo pat që s'ka as derë të jashtme kanë hequr, shikoj se kanë bërë. Ambienti vazhdon të degradon. Ne jemi rikthyer prapë për t'u treguar të gjithëve, edhe një herë shqiptarëve, se si është reforma në arsim. Dakor? Shkollë shtetërore, fshati Miz, Bashkia Divjak. Hajde vim brenda. Shiko, shkollën si i ka lënë. Nuk e marrin rujtje, vazhdojnë të lënë degradë, ndërkohë që kjo është shumë mirë. Ky duhet që ka qenë investim i ri, po e kanë lënë. Urdhëro që janë hedhur gjithë librat, i shikoni. Pjesën mësimore, urdhëro të gjitha. Këto janë klasat, janë djeg zjarre, urdhëro që ka pas edhe dy alumni, shikoj si ka qenë, prapë në tavanet varura e kanë lënë degradë. Me shumë pak lek, dhe me dëshirë të madhe nga bashkia, po edhe nga qeveria, që thotë reforma në arsim, kjo shkollë mund bëhet dhe po ja tregoj që klasat, urdhëro, tu kanë qenë kabinet, sepse shikojmë dhe la amane, shikoj tani si është situata, se në çfarë drejtjeje, shikojmë tavanet, se si kanë filluar të ranë, po ndërkohë që mund të ishin bërë shumë më mirë. Edhe këtu shikojmë gjendet skandaloze gjitha këtyre që kanë lënë degradë. Pra shkollë, dakor? Flasim për shkollën e Mizës, ka qenë shkollë shumë e mirë, gjithë cikli 8 vjeçar. Urdhëro si kemi gjitha të hedhura fletore, mroklla, toklla, çfarë të më radh, ja gjitha klasat. Shikoj si ka lënë bashkia, nuk ka marrë as mbrojtje që mos ta lënë degradë. Po vazhdojnë këtu, po marrin kasat e dyrëve, vazhdojnë të vjedhin. Domethënë, shikoj si kanë bërë. Kjo është ajo që ne quajmë urdhëro se si ka lënë. Shikoj si u vajt tavani që mund ta ruani, mund ta linin, që duket që janë këto të reja që ka qenë e vite në fundit e lanë degradoj, sepse nuk janë ndryshme as vita. Por është e viteve të fundit, investimet, avandëra, po e kanë lënë në mëshirë të fatit ta degradojnë për ditë më shumë. E kuptoni ju, urdhëro. Gjitha këto të thyra, urdhëro që situata e kanë lënë, të bien hapur që mund ty kushdoj, dale kushdoj sa e do. Që për shkak të shkollës që është e prishur nuk mund të funksionojë, ne kemi frikë të futemi aty brenda. Edhe në Kryekuq kur shkonim ishin të rrezikuar. Pse? Autobusi 2 herë mori flak. Bën sikur e rregulluan, na e sollën prap, por një ditë prindërit tanë u shqetësuan dhe më shumë. Goma e autobusit ra, u prish. Ne ndërtëm një orë në shkollën e Kryekuqit, në VAP. Unë në shtator dua të rikthehem në shkollën time. Nuk dua të shkojmë në Kryekuq, as në Divjak. Duam shkollën tonë. Neve duam që të rikthehemi në shkollën tonë. Dhe me këtë parollë ju përshëndesim. Si thot, arsim cilësor për gjithë. O perani, po shikoni si e keni urdhëro. Ja, cilësia me dysheke, me jastake të hedhura, cilësia e arsimit, e thot vetë parulla.